Mbrëm në orën 21 në stacionin policor Kamjan, FD 53 vjeçar nga Bugovina ka denoncuar se për shkak të mosmarrëveshjeve familjare është sulmuar fizikisht nga ES, 29 vjeçar nga fshati Pirok, vëllai i nusës së djalit të saj. Po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në ora 18 në SPB Tetov, një grua 43 vjeçare nga rrethina e Tetovës ka denoncuar se partneri i saj me inicialet ÇB nga Tetova i kishte bërë kërcënime se nëse nuk i jep para, do të publikoj në rrjetet sociale fotografitë të saj me përmbajtje eksplicite dhe do të vras djalin e saj, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në orën 16 në stacionin policor Kamjan, AI 81 vjeçar nga fshati Pallçisht i Poshtëm ka denoncuar se rreth orës 14:30 pas një zënke të shkurt për parcelat për të cilat kanë një mosmarrëveshje gjyqësore, është sulmuar fizikisht nga SSH 40 vjeçar nga fshati Pallçisht i Poshtëm, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në periudhën nga ora 14:50 deri në 15:55, zyrtar policor të Gostivarit në bashkëpunim me sektorin për krim ndërkufitar, migracion të huaj dhe ripranim, Gostivar dhe inspektor të Inspektoriatit të Punës kanë kryer një kontroll aksion në një objekt me ndërtime sipër në rrugën Beliçica në Gostivar. Gjatë kontrollit në objekt janë hasur dhe arrestuar 7 shtetas të Republikës së Turqisë për shkak se kanë keq përdorur qëndrimin turistik, gjithsesi kanë qëndruar në kundërshtim me qëllimin e lejes. Ata janë ndaluar në stacionin policor e pas dokumentimit të plot të rastit ndaj tyre do të bëhet parashtresë përkatëse. Dje në orën 9:25 në stacionin policor Gostivar, nga qendra urgjente Gostivar, kanë raportuar se tek ata është pranuar SA 41 vjeçar nga Gostivari me lëndime të rënda trupore. Sipas denuncimit, ajo ka rënë nga një trotinet në rrugën Laska në Gostivar dhe ka pasur lëndime. Zyrtar policor të Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar kanë kryer kthyrjen në vendin e ngjarjes.